Planeti sapo përjetoi vitin e tretë më të ngrohtë të regjistruar ndonjëherë dhe temperaturat mesatare kanë tejkaluar 1.5 gradë Celsius të ngrohjes globale gjatë 3 viteve, periudha më e gjatë që nga fillimi i regjistrimeve, thanë shkencëtarët e Bashkimit Evropian. Të dhënat nga Qendra Europiane për Parashikime të Motit afatmesëm konfirmuan se 3 vitet e fundit ishin më të nxehtat e planetit që nga fillimi i regjistrimeve. Viti më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë ishte 2024. Bota sapo ka përjetuar periudhën e parë 3 vjeçare në të cilën temperaturat mesatare globale ishin 1.5 gradë Celsius mbi epokën paraindustriale, kufiri për të cilit shkencëtarët presin që ngrohja globale të shkaktojë ndikime të rënda, disa prej të cilave të pakthyeshme. Qeveritë u zotuan sipas marrëveshjes së Parisit të vitit 2015 që të përpiqen të shmangin tejkalimin e 1.5 gradë Celsius të ngrohjes globale, e matur si një temperaturë mesatare prej dekadash krahasuar me temperaturat paraindustriale. 3 vitet e fundit së bashku janë të parat mbi 1.5 gradë, që do të thotë se po i afrohemi gjithnjë më shumë pragut prej 1.5 gradësh të përcaktuar nga Marrëveshja e Parisit, tha drejtori i Shërbimit të Ndryshimeve Klimatike Copernicus Carlo Buontempo. Tejkalimi i kufirit afatgjatë dhe nëse vetëm përkohësisht do të çonte në ndikime ekstreme dhe të përhapura, duke përfshirë valë të nxehta dhe më të gjata si dhe stuhie për mbytje më të fuqishme. Mjeti më i mirë në dispozicion për të kufizuar rritjen e temperaturës është ulja e emetimeve, tha Buontempo, duke shtuar se cilësia e ajrit në Europë është përmirësuar megjithatë masivisht gjatë 20 viteve të fundit. Pavarësisht këtyre ndikimeve përkeqësuese, shkenca e klimës po përballet me një kundërshtim politik në rritje. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili e ka quajtur ndryshimin klimatik mashtrimi më i madh, javën e kaluar u toroq nga 10 entitetet të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përfshir panelin shkencor ndërqeveritar për ndryshimet klimatike. Erat e vështira politike kanë shtyrë gjithashtu Bashkimin Evropian të dobësojë politikat kryesore për të ulur emetimet. Konsensusi i vendosur prej kohësh në midis shkencëtarëve të botës është se ndryshimi i klimës është real, i shkaktuar kryesisht nga njerëzit dhe po përkeqësohet. Shkaku kryesor i tij janë emetimet e gazave serë nga djegja e lëndëve djegëse fosile, si qymyri, nafta dhe gazi, të cilat bllokojnë nxehtësinë në atmosferë.